Mesnatën duke u gdhire inte pakor pasi u prangos në shoqërinë e një ish zyrtari të lartë të policisë, Ergys Agasi u transferua në bllokun e sigurisë në rrugën Minepeza. I shumë kërkuari i SPAK u arrestua 8 muaj pasi u shpall në kërkim, në ndyshimet se drejtonte një grup kriminal brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, ku tenderat miliona euro paracaktoheshin dhe kalonin në llogaritë e kompanive të biznesmenit Ermal Beqiri, i arrestuar tashmë në Francë. Aksioni për arrestimin e njeriut që konsiderohej si eminenca gri e kryeministrit Edi Rama nisi ditën e mërkurë pas mbajtjes në vëzhgim për 2 javë nga SPAK. Automjeti me të cilin ai udhëtonte në shoqërinë e Ulian Shpatarakut, ish zyrtar policie, u pikas në qytetin e Elbasanit. Me koordinimin e prokurorëve të posaçëm, policia bllokoi akset kryesore dhe ndoqi automjetin. Në momentin kur makina që drejtohej nga Shpataraku mbriti tek plepat në Durrës, një zonë mjaft e populluar me shumë trafik, u rrethua nga forcat e posaçme operacionale. Agasi dhe Shpataraku u vunë në pranga, ndërsa automjeti u kontrollua me imtësi. Të dy kishin me vete një shumë prej 4.000 eurosh. Shumë detajet e aksionit mbahen top sekret, por dihet se atij ishte paraprir bllokimi disa kohë më parë i automjetit Land Rover Defender në garazhin e një vile në Equus Resort. Ergys Agasi u shpall në kërkim nga SPAK për akuzat e konkurrencës së paligjshme, heqje të paligjshme të lirisë, shkelje barazie në tendera dhe pastrim parashe grup kriminal. Avokati Maksim Axhia, që pati takim me klientin e tij, i kundërshtoi këto akuza. I mbrojtur prej me zoti Agasi pretendon që është jashtë çdo ngarkese juridike, për shkak sepse ai pretendon, dhe kjo është një fakt, që ai nuk ka prekur financat publike, sepse nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë në funksionet e autoriteteve që menaxhojnë financat publike, nuk ka hyrë as në tendera, nuk ka marrë pjesë. Nga hetimet e SPAK rezulton se Ergys Agasi në bashkëpunim me Ermal Beqirin kishin krijuar një grup kriminal brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit dhe urdhëronte rrëmbimin e rivalëve në biznes, me qëllim që ata të tërhiqeshin nga tenderat. Për aferën është nën hetim Mirlinda Karçanaj, ish drejtoresha e Akshit dhe ish zëvendëse e saj, disa biznesmen si dhe zyrtar të lartë policie.